Ne nuk kërkojmë që për shembull ta përdorim fen ton që dikush tashmë të bëhet robion. Jo. Ne nuk dëshirojmë që në emër të fesë ti pushtojmë njerëzit. Nga se po, kjo është ajo teoria e teokracisë, që njerëzit thonë apo përdoret feja për të pushtuar njerëzit, për të udhëhequr njerëzit. Nuk i kemi ne kët. Ne dëshirojmë që njerëzit ta udhëheqin vetën e tyre me mësimet e fesë. Por jo që ne të udhëheqim në emër të fesë, na jo. Na kërkojmë që njerëzit të bindën Allahut azza wa jall. Të bindën mësimeve të Allahut te bareka taala, që të lirohen nga kjo botë, nga robnimi i kësaj bote, të jenë të lirë në mendimet e tyre, të jenë të lirë në qëllimet e tyre, edhe pse nuk e kanë kafshatën e gojës. Mos na robnon kafshata, mos na robnon makina, mos na robnon pushteti. Jo, jam i lirë. Mendoj kështu edhe nëse asnjë kafshat se marr bukë. Mendoj kështu se ky është mendimi më i saktë, edhe nëse më largoni gradat e gjitha që i kam marrë. S'prish punë. Edhe nëse të gjitha diplomat më merrni, jam ky që mendoj. Kjo është liria plot. Por këtë guxim pe ka mërti. Pe vërtetësisë së fjalës së Allahut azza jall. Jam i bindur se atë që Allah e ka thënë kjo është e vërteta. Dhe jam i gatshëm që të luftoj për këtë vërtetë, edhe nëse privohem nga çdo gjë, kjo është i lirë. Kjo është i lirë nëse është në burg. Kjo është i lirë nëse kudo qoftë. Po, nëse ka të që janë të rëbnuar, po nuk janë ata prapa grilave. Jo. Por grilat që ata janë prapa tyre nuk duken. Por ata realisht i shohin ato grila. Apo nga se i ka rëbnuar gjinia femërore. I ka rëbnuar bukuria. Sa gra janë të rëbnuara, vallahi janë të rëbnuara fatkeqësisht me kompleksin e pamjes së bukur, duket mirë. Është rëbnuar me asaj, ai është në gjendje të bën çka do qoftë për ta marrë një ladon nga dikur se po duket e bukur. A nuk është kjo rëbnim? Ja rëbnu, të ka rëbnu bukuria, të ka rëbnu pasuria. Sot njerëzit janë rob të gjithë shkafit. Të gjithë shkafit janë bërë. Dhe ne kërkojmë që të gjitha këto rëbni të shpallën të pavlefshme, nga se nuk meritojnë të jenë rëbni. Të jemi një robë të tyre, të gjitha të anulohen, të gjitha të bien për toke, të largohen të idhuj, të thehen, sikur që i thej pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të thehen këta idhuj. Dhe të themi wa kul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil, inna al-batila kana zahuqa. Të themi njerëzve me parimet tona, me vlerat tona, me mësimet e fesë tonë, me lirinë që ne po e sillim, erdhë vërteta dhe u zhduke kota. Nga se kota ka qenë gjithmonë e zhdukur, ka qenë gjithmonë e paqëndrueshme, por ju i keni jap legjitimitet. Andaj ta shpallim të palegjitime të pavërtetën. Robnin ndaj asaj që nuk meriton të jemi rob. Ta shpallim lirinë tonë dhe e përsinë tonë, sikur se kemi bërë tek e përsia e njeriu, ndaj çdo gjëje. Në emër të robnimit ndaj Allahut azza jall. Prandaj njeriu është abd i Allahut azza jall. Në momentin kur ai në mënyrë vullnetare bëhet abd, ka se njeriu mund të jetë, po është abd edhe i detyruar. Për shembull, a mund ti të zgjedhësh a do të shikosh me sy me vesh? Po nuk mundesh, i rabie. Të ka detyruar, do më pa, do të më hap sy. Nuk don, atë nuk sheh kurrë pra. Nuk mund të shohësh me asgjë pas me sy. Po rabie. A mund të nuhatësh me diçka pas me hun? Po pa mund të smërt. Mbyllë hunën s'ka nuhatje. Edhe 10 vesh po ti kesh s'ka më nuhat. Ta ka imponu. Të ka detyru, apo sot njerëz mundohen me ndru, pa mund me ndru për shembull, lkurën tënde tërësisht, nga e bardha të bëhet tërësisht, po nuk mundesh ta bësh kët. Ai ka gjykuar që kjo tjetër ose jote dhe ka marrë fund kjo punë. E shumë të tjera. Allahu ka vendosur që ti të jesh bir i këtyre prindve. Dhe ti kimë dal nga kjo mitër e kësaj gruaje. Apo dhe kët nuk mund të ndryshosh kurrën e kurrës. Që të kthesh përsëri në mitën e dikujt tjetër, e të bësh gjallë dikujt tjetër, po këtë s'mund ta bësh kurrë. Ta ka imponu, je rob. Ta ka imponu, kjo është dita. Apo dhe nuk mund ta ndryshosh kurrë. Sikur që i tha Ibrahim alayhis Nemrudit, inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib. Zoti jam është ai që e sill diellin nga lindja. Apo dhe kur del dielli nga lindja, ndriçon. Apo e po ti bëre që të perëndon pra. Pa nuk ke mundësi ta bësh këtë, je rob. Dhe kjo nuk është e lavdruar. Kjo nuk është diçka, ti je rob i Allahut dhe këtu i nështrosh atij. Mi po abdi i lavdruar dhe grada më e lartë e robnisë është kur ti atij nështrosh në mënyrë vullnetare. Ke mundësi mos nështrosh, ka jap mundësi ta kundërshtosh, po nuk pranon. Nuk pranon për asnjë çmim që ta kundërshtosh. I nështrosh, i porulesh, bëhesh rob i tij, edhe pse kjo të kushton
me kufizim liria në disa aspekte caktuara. Por s'prish punë, në emër të kësaj fitohet liria. E kështu njeriu fillon ta rikthen vetën e tij në skenë. Kështu njeriu fillon të jetë vetja e tij, duke u liruar, nuk mund të vazhdojë me tutje, me asnjë cilësi. Mund të përmendëm kjo është mirë tjetë, kjo është mirë tjetë, por nëse nuk jemi liruar nga rroblit e tjera, nuk mund të jemi rob të Allahut azh.